doja drejtoj nëpërmes nëse ka një kështu staf I tij që e dëgjon, me kadastrin, lidhje me kadastrin. Të baje, ai thashë do të bajen nëpërmes Albanias, po ajo s'hap rrugë. Ato mund të jenë shumë të korruptuar atje në kadastër, se ato duhen me shkul gjithë prej karrigave. Sa I vërtet mund të jetë unë baj kërkesën më thotë është në shërtim, është në shërtim e sipër. Po ka 3 vjet, 2 vjet që del në shërtim për lejen e ndërtimit. Shkoj ta baj unë ndërtimin se thot ai hajdeni ktheheni. Po me shku me ba unë në Shqipëri, unë me shku me ba një shtëpi, atje unë e kam akoma është për leja e tokës është në shërtim e sipër. Unë kërkoj një leje ndërtimi, që nesër mos bie policia të kërkoj 10.000 euro mu ta mbyllim çështjen. Kërkoj një leje ndërtimi nga ajo, se toka ime është e futme në proces, por ne dikur kena pas bë thjesht një barake. Nuk kena shtëpi ndërtimi. Këtë desha ti tham unë zotit Rama, për ne emigrantët që dona mu kthy me ardh atje me jetu, na bani një lehtësim që unë të vije ta baj atë baraken, ta baj shtëpi, e ta baj edhe një mini market.